Presidenti Donald Trump emëroi antarët e parë të komitetit të tij ekzekutiv Bordi i Paqes për të rindërtuar rripin e shkatëruar të Gazës. Por zyra e kryeministrit Izraelit Benjamin Netanyahu tha se njoftimi nuk ishte i koordinuar me Izraelin dhe është në kundërshtim me politikën e tij. Ndaj dhe duhet të jemi të rezervuar për antarësimin përfundimtar në këtë bord, dhe se asgjë nuk duket të jetë përfundimtare. Ndërkohë lexojmë njoftimin e kryeministrit shqiptar në Facebook, se pas ka marrë ftesë personale nga Trump, ndërkohë që nuk na e publikon ftesën që e cilëson si personale. Pasi t'ju bëjmë një prezantim të asaj që realisht ndodh me këtë bord paqeje. Do ju themi edhe se çfarë pozicion ka Shqipëria në këtë skem për Gazën dhe se si ftesa e bërë për Shqipërinë, duhet të konsiderohet si lajm i keq, që rënjët i ka në prill 2025, kur kryeministri i shqiptarëve ka bërë pakte për palestinezët e Gazës, pa pyetur shqiptarët. Antarët e parë të bordit përfshin dhëndrin e Trumpit, Jared Kushner, sekretarin e shtetit të Marco Rubio, të dërguarin e lindjes së mesme Steve Witkoff dhe ish kryeministrin britanik Tony Blair, tha Shtëpia e Bardhë në një deklaratë të premte. Gjithashtu u njoftuan antarët e një komiteti dytësor operativ të njohur si Bordi Ekzekutiv i Gazës. Bordi do të përfshijë gjithashtu Kushner, Witkoff dhe Blair, por edhe ministrin e jashtëm turk Hakan Fidan dhe diplomatin e Katarit Ali Al-Thawadi, udhëheqës nga kombe për të cilët izraelitët thonë se do të punojnë për të siguruar mbijetesën e Hamasit. Sjellja e Katarit dhe Turqisë në rripin e Gazës është një shpërblim për Hamasin për masakrën e 7 tetorit dhe një rrezik për sigurinë e Izraelit, tha të shtunën ish kryeministri i Izraelit Naftali Bennett. Trumpi do të kryesojë panelin. Çdo antar do të mbikëqyrë një aspekt të ndryshëm të projektit, siç është rindërtimi, tërheqja e investimeve dhe marrëdhëniet rajonale, tha Shtëpia e Bardhë. Ritheksojmë se çdo antar mbulon një aspekt të ndryshëm në rindërtim. Cili do të jetë aspekti apo detyra që ka ndërmarrë Shqipëria? Këtë duhet u thotë Rama shqiptarëve. Shqipëria nuk ka potencë ekonomike për të rindërtuar Gazën, sepse nuk ka ende ujë të pishëm në kryeqytetin e saj. Nuk ka ende rrugë dhe infrastrukturë të rëndë të standardeve. Shqipëria nuk mund të tërheqë investime për Gazën, sepse në 13 vite nuk ka tërhequr dot një investim për veten e saj. Por Shqipëria mund të kontribuojë në aspektin e marrëdhënieve rajonale. E kuptueshme besoj se ku na çon ky aspekt i ndihmës tek lëvizja e popullatës. Ndërkohë zyra e Netanyahu tha të shtunën vonë se njoftimi në lidhje me përbërjen e Komitetit Ekzekutiv të Gazës, i cili është në varësi të Bordit të Paqes, nuk ishte i koordinuar me Izraelin dhe është në kundërshtim me politikën e tij. Zyra tha se Netanyahu ka udhëzuar ministrin e jashtëm ta ngrejë këtë çështje me sekretarin e Shteteve të Bashkuara. Itamar Ben-Gvir, ministri i sigurisë kombëtare i ekstremit të djathtë të Izraelit, i bëri thirrje kryeministrit që të urdhërojë IDF-in të përgatitet për të rikthyer në luftë me forcë të jashtëzakonshme në rrip, në mënyrë që të arrijë qëllimin kryesor të luftës, shkatërimin e Hamasit. Njoftimi i Amerikës nuk trajton pengesën kryesore të planit shumë hapësh të Trumpit për Gazën. Kërkesa që Izraeli të tërheqë trupat e tij dhe Hamasi të heqë dorë nga armët e tij para se të fillojë rindërtimi. Udhëheqës të tjerë të ftuar për të bërë antar themelues janë presidenti Abdel Fattah el-Sisi, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, kryeministri kanadez Mark Carney dhe presidenti Argjentinas Javier Milei, sipas raportimeve. Ndërsa bordi po ndërtohej javën që kaloi, zyra e medias e drejtuar nga Hamasi në Gaza tha se Izraeli kishte shkelur armëpushimin e ndërmjetësuar nga Trump, me më shumë se 460 të vrarë në Gaza dhe 1275 të plagosur, tha të shtunën Ministria e Shëndetësisë e drejtuar nga Hamasi. Ndërsa Izraeli thot se Hamasi ka shkelur armëpushimin duke refuzuar të kthejë eshtrat e pengut të fundit dhe duke sulmuar ushtarët izraelit, kur supozohet të jetë duke u çarmatosur. Bordi i Paqes është pjesë e fazës së dytë të planit të paqes për 20 pikash të Trumpit për Gazën, i cili ka parë një armëpushim të brisht që nga tetori. Shtëpia e Bardhë tha se një komitet kombëtar për administrimin e Gazës do të ngarkohet me zbatimin e planit të paqes, stabilitetit dhe rindërtimit të Trumpit. Ky komitet do të drejtohet nga Ali Abdel Hamid Shaath, një inxhinier civil nga Gaza, i cili ka mbajtur role të larta në autoritetin palestinez që qeveris bregun perëndimor. Ai do të mbikëqyrë restaurimin e shërbimeve publike kryesore, rindërtimin e institucioneve civile dhe stabilizimin e jetës së përditshme. Ky komitet do të mbështetet nga një bord ekzekutiv i Gazës, tha Shtëpia e Bardhë dhe bordi do të përfshijë përsëri Kushner, Witkoff dhe Blair, si dhe ministrin e jashtëm turk Hakan Fidan, Sigrid Kaag, koordinatoren speciale të OKB-s për procesin e paqes në lindjen e mesme, Rima Al-Hashimi, ministren e Emirateve të Bashkuara Arabe për bashkëpunim ndërkombëtar, dhe miliarderin izraelito-qipriot Yakir Gabay. Sa më sipër, duket se nuk ka për të pranuar nga Izraeli dhe se kjo skem ka për të rrëzuar. Diplomati bulgar Nikolaj Mladenov do të shërbejë si përfaqësues i lartë për Gazën, tha Shtëpia e Bardhë.
Asnjë palestinez nuk është emëruar ende në komitet. Shtëpia e Bardhë tha se siguria në Gaza do të sigurohet nga një forcë ndërkombëtare stabiliteti nën komandën e general-majorit amerikan Jasper Jeffers. Por asnjë vend nuk është zotuar publikisht për pjesëmarrje në këtë operacion. Edhe kësaj duhet t'i japim rëndësinë e duhur. Për të parë se jo gjithçka do të shkojë siç është shkruar dhe se ushtarakisht në Gaza do të jenë vetëm izraelitët dhe amerikanët. Shtëpia e Bardhë tha se do të shpallen më shumë anëtarë të bordit në javët e ardhshme. Dhe tani i kthehemi njoftimit të kryeministrit shqiptar që pretendon se ka marrë një ftesë personale nga Trump dhe jo një ftesë për Shqipërinë, për pjesëmarrje në shtetet për krah këtij bordi. Mirë do të ishte që ftesa të bëhet publike për transparencë dhe jo vetëm. Shtëpia e Bardhë flet për ftesa drejtuar shtetesh dhe jo kryeministrash. Por kjo nuk ka rëndësi fare. Gjetiu është fokusi. Rama në njoftimin e tij vërteton sa tha më lart teksa shkruan se Shqipëria ftohet se antar themelues. Duke ngjitur kështu ndërkombëtarisht një tjetër maj krejt të pa imagjinueshme vetëm deri PK vite e të parë. Cila është kjo maj që ka ngjitur Shqipëria me pjesëmarrjen në këtë bord, teksa nuk njohim rolin e saj? Dhe më pas Rama vazhdon. E kë mund të ëjë të krenar për Shqipërinë. Për gjithçka kemi bërë edhe këto vite duke e kthyer atë një Shqipëri tjetër. Të dinjitetshme e të respektuar botërisht sa asnjëherë. E pa diskutim edhe për nivelin ke kemi ngritur marrëdhënien e partneritetit ton strategjik e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në 13 vite të qeverisjes Rama e ka shndërruar Shqipërinë në Kolumbinë e Europës, vendin e lidhur ngushtë me kartelet e drogës, të cilat janë në shënjestër të Shteteve të Bashkuara. Nëse kjo është arritje, për shqiptarët kjo është katastrofa. Cila është arritja e Shqipërisë? Fakti që teksa nuk është në gjendje lufte ka ikur 1 milion shqiptar në dekadën e fundit, më shumë se sa palestinez nga Gaza, ku qëndron dinjiteti i një vendni që rankohet vendi më i korruptuar i Europës dhe ndër më të korruptuarit e planetit. Për kë partneritet me Shtetet e Bashkuara, flet Rama me Shtetet e Bashkuara, vetëm partneritet nuk mund të quhet marrëdhënia me një vend që nuk ka dërguar ende ambasador në Shqipëri. Me një vend që Rama nuk ka shkelur prej zgjedhjes së presidentit Trump dhe se vetmja ftesë e bërë, është që të merret në pyetje me prezencën e një avokati. Për kë partneritet flet Rama, kur i vetmi partneritet i Amerikës është ai me prokurorinë e posaçme dhe byron e hetimit, sepse duhet të hetohen dhe arrestohen hajdutët e shqiptarëve, të korruptuarit e pushtetit, ata që kanë vënë në rrezik edhe vetë sigurinë e Shteteve të Bashkuara. Dhe për të mbyllur komentin mbi postimet paraloge të një kryeministri të kapur në çarg dhe pa asnjë shteg shpëtimi, kryeministri i Sorosit duhet t'u thotë shqiptarëve, cili do të jetë roli i Shqipërisë në bord? Mos ndoshta ndihma e Shqipërisë do të jetë ajo që flitet prej kohësh marrja e mirë a palestinezëve të ripit të Gazës në Shqipëri? Një kryeministër i përgjegjshëm dhe përfaqësues i popullit jep shpjegime dhe detaje dhe nuk nxjerr njoftime vallaha për ftesa personale nga Trumpi, sepse nuk i ha më njëri këto, por edhe ata pak që i përtypin shpejt i vjellin. Rama dhe qeveritë e tij janë të vetmet në botë, që më shumë se 1/3 e qeveritarëve të tyre banojnë në burg, dhe që më shumë se gjysma e administratës së lartë janë në dosje hetimore korrupsioni, ose në procese gjyqësore, ose të dënuar. Shqipëria është mirë të kontribuojë për paqen kudo në botë, por pasi të formojë shtet dhe qeveri përfaqësuese, kur të ketë proces elektoral të lirë dhe jo të manipulueshëm, kur vota të mos blihet dhe as mos shantazhohet, dhe kur të bëhet vendi jetueshëm, i sigurt dhe ku e nesërmja të mund të ndalë hemoragjinë demografike dhe konsolidimin e institucioneve. Trumpi mund të jetë biznesmen, njeri i negociatave, por është person që nuk harron dhe nuk fal. Me atë që thoshte në vitin 2016 Rama, larg qoftë nëse vjen Trump dhe duke ditur që është pill politike të Sorosit, nuk ka asnjë shans dhe asnjë gjast të krijojë marrëdhënie me Trumpin, por që t'i postoj popullata këtë e bën planetarku, sepse vetë ofrohet Rama. Sikur të kishim ca qereste, një lop shqiptar në Amerikë, që nuk e kemi, për të shpëtuar Shqipërinë. Rama do të ikë me dhimbje, por mos e dhënë Zoti të kemi dyndje populatash të tjera, para largimit të tij, sepse ky do të ishte realisht fundi. Mast Channel. Please subscribe.